çdo dhimbje, nuk duhet të harrojmë, nuk është armiku jonë, por është një sinjal, është një lajmëtar, një postier që të çon një mesazh se në sistemin tënd ka për të bërë diçka. Kështu që një lloj si me makinën, nëse na ndizet një dritë e kuqe në makinë, le të themi nëse është për ta mbushur me benzinë, ti e din se duhet të ndalesh dikundi dhe ta mbushësh me karburant makinën. Kështu është edhe me neve, por nëse gjërat përsëriten, atëherë është diçka që në përditshmërinë tënde duhet ta përmirësosh. Dhe kur e përmirësojmë në përditshmërinë tonë, atëherë në fakt ne kemi përmirësuar edhe stilin e të jetuarit, jetën tonë në përgjithësi. Dhe të gjitha dhimbjet që na lajmërohen, ato kanë një mesazh. Dhe jona është që ta zbërthejmë, ta eksplorojmë atë mesazhin, sepse trupi nuk dhem kot dhe gjithmonë komunikon me neve. Por ne fatkeqësisht e marrëm si të mirëqen dhe i luftojmë simptomat me medikamente, me gjëra, me një inteligjencë të jashtme dhe nuk e shfrytëzojmë atë inteligjencën e brendshme që e kemi dhuratë që nga fillimi, respektivisht që nga barku i nënës, që din saktësisht se si ta shërojë trupin tonë.